Gjojmë, kjo pasi kemi një problem të vogël me audion, megjithatë intervistës tonë të nderuar teleshikues kishte ardhur fundi, ishte gazetari Mario Brakaj, i cili po na jepte një intervistë në lidhje me rritjen e inflacionit e njëkohësisht edhe që përkthehet në rritje çmimesh konkretisht për produktet për qytetarët, po na raportonte nga zona e pazarit të ri në kryeqytet. Ndërkohë ne zhvendosim me lidhjen tonë të drejtpërdrejt kësaj here përpara kryeministrisë, aty ku na pret gazetarja jon Arestina Skënderaj për të folur për protestën e parashikuar për mbrëmjen e sotme në kryeqytet, protestën e radhës së Partisë Demokratike. Arestina, përshëndetje dhe mirë se vjen. Kur fillon saktësisht protesta, në orën 18 apo orën 19, pasi kam dëgjuar 2-3 lajme të ndryshme, dhe cila është agjenda e Partisë Demokratike, pse u zgjodh që të zhvillohej një protest pa fjalime? Të përshëndes Suela, po është vërtet shpeshherë sa herë ka protestë Partia Demokratike dalin disa opsione të ndryshme sa i takon zhvillimit të këtij tubimi, të cilën vetë Kryedemokrate ka cilësuar si paqësor. Do duhet thënë se këtë herë ndryshe nga një ditë më parë, siç ishte vendosur se protesta do të ishte me fjalime, sot përfundimisht është lënë që ky tubim të jetë pa fjalime. Unë ndodhem në bulevardin përballë kryeministrisë, aty ku në fakt nëse do të kishte pra fjalime nga politikanët e Partisë Demokratike, do të kishte një lloj stende, por për shkak të anullimit është lënë e gjithë hapësira që protestuesit të vinë dhe të jenë të lirë. Të paktën ky duket skenari që ka marrë përfundimisht opozita për këtë marshim tjetër, të cilit do duhet thënë që kanë qenë mjaft të shpeshta, gati 2 apo 3 herë në muaj, pra dhe shumë të shpeshtë edhe në harkun kohor për gati një vit. Do duhet thënë se sa i takon pjesës mënyrës se si do ta zhvillojnë, kemi të bëjmë me një skenar ku vetë Kreu Demokrat vjen në shesh pikërisht atëherë kur janë mbledhur të gjithë protestuesit, ndërkohë që nga ana tjetër deputet Partisë Demokratike, por gjithashtu edhe drejtues të degëve të ndryshme mbledhin njerëzit e tyre dhe drejtohen në shesh. Siç e dim, kushtet atmosferike nuk do të jenë në favor të tyre, pritet që ora 19 të jetë startimi i kësaj proteste dhe nga pritshmëritë që ka vetë opozita duket se do të zhvillohet pra deri në mestat. Por gjithçka mbetet për të parë me kohën. Ajo çka në fakt këtë herë duket edhe si një lloj kufizimi për opozitën është pikërisht edhe deklarata që ka dhënë kryepolici ditën e dieshme, i cili theksoi se protestuesit do të kenë të lirë vetëm pjesën e bulevardit për të protestuar dhe jo vendet e tjera. Andaj sot në orën 15:00 i gjithë ky bulevard që nga Universiteti Politeknikut e deri tek Ministria e Punëve të Brendshme do të jetë e bllokuar rruga, nuk do të lejohen parkimet apo ata qytetarë të cilët do të lënë makinat e tyre do të hishin nga policia bashkiake apo policia e shtetit në bashkëpunim. Dhe më pas do të vijohet me bllokimin e rrugëve që të çojnë drejt këtij bulevardi, por jo rrugicat e tjera, çka do t'ja pamundsoj, le të themi, nëse do të bëshin, do t'ja pamundsonin kalimin e lirshëm qytetarëve. Duket për herë të parë është vendosur ky lloj kufizimi, ndërkohë siç e dim, itinerari i Partisë Demokratike është që vinë fillimisht përballë kryeministrisë dhe më pas shkojnë tek parlamenti. Do të shohim se çfarë do të ndodhë sot, duke pasur parasysh Suela edhe përplasjet e fundit që ka pasur policia e shtetit me protestues të Partisë Demokratike, ku herë në fundit me njëherë sapo janë hedhur molotov drejt kryeministrisë, është bërë i mundur arrestimi të gjithë personave që hodhën molotovët, por edhe i personave që kundërshtuan policinë e shtetit, çka ishte një lëvizje ndryshe nga herë të tjera, ku shpeshherë liheshin protestuesit të lirë edhe ata që hidhnin molotov, por këtë herë duket se zoti Hita ka dashur që të sjellë një sjellje tjetër të policisë së shtetit. Do të shohim edhe nga ana e demokratëve në rast se ata do të jenë friksuar apo jo nga sjellja e shkuar pra e policisë që i arrestojnë në moment të gjithë ata personat të cilët hodhën molotov përkundrejt institucioneve të shtetit. Arestina, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejtë dhe të uroj punë të mbarë sot në këtë ditë që do të jetë e gjatë për të gjithë gazetarët që do të përcjellin protestën e opozitës që si ishte edhe ti parashikohet të përfundojë në mesnatë. Faleminderit.